në një kohë kur stresi, ankthi dhe pasiguria janë bërë pjesë e përditshmërisë, gjithnjë më shumë njerëz kërkojnë përgjigje jo jashtë, por brenda vetës. Shëndeti mendor sot nuk është vetëm një temë që mund të shmanget, është nevojë, është realitet dhe mbi gjitha është guxim. Historia që ju sjellim sot është ajo e një gruaje që prej vitesh punon me ndjenjat, mendimet dhe shpresat e njerëzve. Psikologja klinike Shqipe Vitia nga Kosova ka përmbledhur përvojën e saj shumëvjeçare në një libër që prek, frymëzon dhe mëson, një udhtim përmes rasteve reale, ku çdo faqe është një dëshmi e forcës njerëzore për të përballur me veten. Në këtë intervistë do të dëgjojmë më shumë nga ajo vetë për librin, për përvojën dhe për mesazhet që synon të përcjell njerëzve përmes këtij botimi. Atëherë ideja ishte ndër mendjen time dhe shpirtin tim, të cilën doja të ndaja me njerëzit e tjerë, të ndaja me botën apo me lexuesit, më mirë të them. Të ndaja përvojën time të cilën e kisha fituar me punën klinike, me njerëz të ndryshëm, të cilët kishin po ashtu probleme dhe shqetësime nga më të ndryshmet, por edhe disa shqetësime ishin, si me thonë, më shumë të njëjta, si për shembull ankthi, frika, pasiguria dhe shumë çrregullime emocionale. Këtë përvojë ti e ke sjellë në këtë libër, por që është përvojë e gjatë, pothuajse rreth 15 vite, apo jo? Po, ashtu është. Unë punoj si psikologe rreth 15 vite, si psikologe klinike, punoj dhe jetoj në Prishtinë. Kështu që ndër vite, ky libër ka qenë një ndër ëndrat e mia kryesore që valvitej gjithmonë në mendjen dhe zemrën time, dhe kjo ishte koha me cilën unë vendosa që të shkruaj që të jetë si një dritare për të gjithë lexuesit, për të njohur më shumë kompleksitetin e njeriut në aspektin psikologjik. Sa kohë të është dashur që ti përmbledhësh të gjitha këto materiale dhe historitë të trishta mund t'i quajmë dhe t'i përfshish pastaj në këtë botim? Si të them, gjithë eksperienca e punës është një përmbledhje në këtë libër. Libri mund të them se është i veçantë për shumë arsye, por dy më të rëndësishmet dua t'i përmend. Libri është i ndryshëm nga librat e tjerë në gjuhën shqipe deri në ditët e sotme në fushën e psikologjisë. Është i pari. Pastaj është i ndryshëm nga përmbajtja. Është i shoqëruar me raste klinike, gjithashtu nga aspekti i dizajnit, nga përmbajtja, organizimi brenda librit dhe siç e thash, është i shoqëruar me raste klinike. Po ashtu libri është shumë autentik, që do të thotë çdo rast të cilin është në atë libër është rast autentik. Libri brenda vetës, pse është i veçantë, sepse ka autenticitet brenda librit, që do të thotë kemi ruajtur konfidencialitetin e personave që janë aty, mirë po ngjarja është e vërtetë, ngjarja është autentike dhe brenda librit ka disa letra të shkruara drejt meje, të cilët e kanë shprehur dashurinë, mirënjohjen që ata kishin gjatë kohës kur po trajtoheshin. Pastaj libri është i ndarë në 4 pjesë dhe ka 24 raste, siç e thash më përpara, çdo kapitull është i shoqëruar me një rast klinik. Rastet të gjitha janë raste suksesi, se jo çdo person që mund të vijë në seanca psikologjike mund të përfundojnë të suksesshëm apo të trajtuar. Kjo varet edhe nga shumë faktorë, por këtu në këtë libër kam nxjerrur vetëm raste suksesi, që do të thotë çdo njeri që mund të ketë shqetësime të shëndetit mendor, nëse është bashkëpunues dhe ka vendosur të dalë nga i vorbull të cilin po jeton në ndërkohë, aspekti psikologjik mund të ndihmojë që ai të trajtohet apo edhe të shërohet. Autorja thekson se libri nuk është vetëm për specialistët e fushës, ai është shkruar për çdo njeri që kërkon ta kuptojë më mirë veten, marrëdhëniet, ndjenjat dhe mënyrën se si mendja ndikon në jetën tonë të përditshme. Çdo njeri që di të lexojë këtë libër mund ta kuptojë. Dhe çdo njeri që futet brenda këtij libri, me patjetër do ta gjejë veten aty. Pse e them këto? Duke u nisë edhe nga vetja. Tani çdo njeri i cili jeton në botën e sotme ka nevojë të dëgjohet nga një psikolog apo një person profesionist i cili të dëgjon në mënyrë aktive. Të dëgjuarit aktiv do të thotë dashuria më e madhe që mund t'i falim një njeriu.
Pastaj të mos gjykohet dhe të mos etiketohet ndoshta edhe për veprimet që ai ka bërë. Prandaj këtë libër mund ta gjej vetëm çdo njeri i cili mund të ketë shqetësime me shëndetin mendor, por jo dhe vetëm. Cilin do e konsideroje rastin më të rëndë dhe më të rrallë që ke përjetuar, që e ke trajtuar dhe që ka pas sukses dhe që është në këtë libër? Sa ka zgjatë ajo terapi? Këtu ka raste shumë të veçanta. Të gjitha këto raste që kam shkruar mund të them lirisht se kanë mbetur në mendjen dhe zemrën time, sa herë të rilexoj ose të hap librin, më kujtohet dhe më kthen mbrapa në kohë se sa vështirësi kishim që të dy bashk. Jo, puna me psikologun nuk është ashtu e njëjtë sikurse me profilet të tjera që mund të na ndihmojnë medikamentet, kurse në trajtimin me psikologun na ndihmon vetëm psikoterapia, vetëm bashkëpunimi i ndërsjellët me pacientin është çelësi i suksesit. Cili rast është një vajzë e cila ishte me çrregullime, futet te çrregullimet e humorit, që ishte çrregullimi i depresionit madhor. Ishte një vajzë e re e cila kishte ndjekur terapinë më shumë se një vit. Me të thënë të drejtën, që bëhem shumë e sinqert para opinionit, shpeshherë e pyesja veten, a jam personi i duhur për këtë vajzë apo për t'i ndihmuar, sepse e vëja dhe vetën në dyshim, sikur nuk dilshim nga ajo vorbull cilën ajo po jetonte, shumë vuante. Por me kalimin e kohës, ajo nuk dorëzoi asnjëherë, gjithashtu edhe unë, mirë po, kështu thjesht më vinte në mendje her pas here që a jam personi i duhur, a duhet ta referoj edhe diku tjetër. Mirë po, vajza nuk largohej kurrësi dhe është e cekur aty që kam vizituar 10 psikolog, por nuk dua të largohem nga ty. Dhe ajo fjali e saj më mbeti aty dhe sikur e kisha vendosur në kokën time që këtë vajzë do ta çojmë deri në fund, këtë vështirësitë e saj na do të trajtojmë bashkë. Dhe pastaj fundi si ishte, si doli? Me rezultate, besoj. Dhe fundi i saj është jashtëzakonisht i mirë, kuptohet që tash më shumë se një vit ka ndjek terapi. Pastaj vajza ka qenë po ashtu në promovim të librit, ka ardhur me një buqet me lule, po ashtu ka letra mbrenda që ato kanë shkruar drejt ndjenjave të cilat i kam pasur. Dhe ky libër për mua ka përfshihen aty ndjenjat e mia, dashuria për profesionin, për kushtimin për punën, dëmshuria për njeriun, optimizmi dhe shpresa, të gjitha këto janë të lidhura ngushtë me mua dhe me këtë libër. E dashur Shqipe, ti edhe para pak ditësh pate edhe promovimin e këtij librit. Më thuaj fillimisht si u mirëprit dhe a ishin të pranishëm të gjithë ata persona që i ke trajtuar këto raste dhe që janë të përfshirë në këtë libër? Promovimi i librit ka ndodhur me datën 2 tetor. Promovimi ishte i organizuar ashtu me detaje siç e kisha ëndruar, se e thash në fillim të emisionit që libri ishte një ndër ëndrat e mia dhe atë ëndër e kam realizuar në formën dhe mënyrën cilën e kam dëshiruar ndër vite. Ishte një sallë jashtëzakonisht e mbushur plot me audiencë, me njerëz të cilët ishin aty për të më respektuar dhe për të më mbështetur për promovimin e librit tem të parë. Jo të gjithë ata që janë në libër, sepse rastet janë edhe më moti, janë edhe më të vjetra dhe për x arsye nuk kanë mund të jenë pjesëmarrës, por që të gjithë më kanë uruar dhe kanë pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Jo të gjithë njerëzit ose pacientat janë të njoftuar që ngjarja e tyre është e futur brenda librit, sepse nuk ishte e nevojshme që unë t'i merrja një leje ose unë t'i pyesja ata, sepse kam ndryshuar pjesën e identitetit, kam ndryshuar vendbanimit, emrat, dhe vetëm ngjarja është origjinale. Ka pasur edhe ashtu persona kur kanë dëgjuar që përshkruaj librin dhe më kanë konfirmuar që lirisht mund ta vendosni emrin tim aty, sepse unë jam shumë okay, jam i lumtur që jam mirë, edhe nuk më pengon fare nëse do t'jetë emri im aty, por etika profesionale e psikologut nuk na lejon në asnjë formë që të vendosim emrat origjinal, ne gjithsesi duhet të ruajmë konfidencialitetin e çdo njeriu që na viziton. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme.
Ngjarja është autentike, origjinale, që ishte pyetja më herët se kush mund ta lexojë këtë librin. Libri nga kopertina duket shumë profesionale dhe të jep një përshtypje që librin mund ta përdorin vetëm profesionistët e shëndetit mendor, por në këtë libër mund ta gjejnë veten çdo njeri i cili mund të preket ose të kenë ndonjë shqetësim me shëndetin mendor. Ka teknika brenda librit, libri ka një përmbajtje të veçantë, është i strukturuar shumë mirë, ka një dizajn të veçantë brenda. Aty dhe deshta të ndërlidhem, në shikim të parë të fut në mendime të thella, thua çfarë mund të përmbajë ky libër. Është pikërisht dizajni aq i bukur dhe grafika e këtij librit, edhe në brendi të gjitha letrat e këtyre pacientëve. Po më thuaj, kush është përkujdesur për këtë dizajn kaq bukur? Ka qenë ideja juaj apo ata që kanë punuar? Gjithë bashkëpunimin me librin, botuesi ka qenë edhe nxitësi ose shtysi kryesor. Për të shkruar unë këtë libër është Bardyl Mosai, është profesor universitar. E kam pas profesor në Tiranë, se studimet kam mbaruar atje dhe kam jetuar për një kohë në Tiranë. Sa herë më takonte ndër vite, gjithmonë ideja e tij ishte që unë të shkruaj një libër. Me thënë të drejtën nuk isha gati, sepse puna me profesorin ishte shumë e mirë, po kishte edhe ato rregullat edhe limitet kohore të cilat unë kisha të pamundur ndonjëherë që të arrija aty se ku ai kërkonte, por me kalimin e kohës vetëm vendosa dhe ja ku jemi sot. Unë për aq pak minuta sa fillova ta shpletoj, vërtet pash që ka shumë ngjarje rënqetëse dhe histori të ndryshme të këtyre pacientëve, që besoj që secili lexues do e gjente veten, ashtu siç e the edhe më mirë. Do doja që ta fokuson pak kamera të sheh se si është letra që është shkruar në fakt nga ai pacient dhe si është tani pastaj në mënyrë kompjuterike këtu e shfaqur. Më thuaj, i ke kontaktuar këtë pacient apo si ka qenë ai bashkëpunimi përderisa i ke marrë këto letra për t'i futur në këtë libër? Këto letra i ka marrë gjatë terapisë, dikon mbas seancës së 10 apo 11, kur ne ndërtojmë një aleancë terapeutike. Për mua është e rëndësishme se si po ndjehet ai gjatë seancave, gjatë sesioneve të vazhdueshme, dhe unë preferoj të kem një teknikë letër psikologës. Që ai këto janë kritere të para që janë kështu si teknika me të cilat unë punoj me klientët e mi. Edhe shumë e rëndësishme që secili asnjëherë nuk ka hezituar që të më shkruaj, por ne edhe mund të mësojmë shumë çka për veten tonë edhe shumë çka për pacientin gjatë shkrimit të kësaj letre. Pastaj është rasti dhe letra është e shkruar. Ka edhe disa skica të vajzës, të cilën e thash se si është lirë gjatë seancave her pas here kur ka ardhur. Faktikisht është një ngjarje bukur e shqetësuese dhe kështu emocionale, që të përfshin emocionalisht pavarësisht asaj që jemi edhe të fushës së psikologjisë, po në fund të ditës jemi njerëz. Padyshim. Zonja Shqipe, cilat janë disa nga rastet më të shpeshta të çrregullimeve mendore që ju i hasni në ordinancën tuaj? Edhe që i diskutoni vazhdimisht edhe me stafin, sepse e di që ke një staf të gjerë në ordinancën që vepron dhe punon. Po, është e vërtet, çrregullimet e shëndetit mendor në kohët e fundit ose në vitet e fundit janë më të shfaqura dhe gjithandej jo vetëm në Kosovë, por më të shpeshtat është, si mund të themi, është çrregullim ankthi, të cilët janë shumë të shpeshta, elemente depresioni, çrregullimet të përqendrimit, të vëmendjes, janë shqetësime të cilat vinë. Tani thjesht mund të them pse vijnë këto vijnë për shumë arsye, stili jetesës, mbi ngarkesat të cilat i ka njerëzit gjatë gjithë kohës, prej asaj kohës me të cilat ne si popull e kemi shumë të vështirë që të vendosim dhe të shkojmë te psikologu, dhe mbi ngarkesa e fuqishme i sjell deri te këto vështirësi që ata kanë i pas gjatë gjithë kohës. Psikologja Vitia beson se stigma ndaj problemeve mendore është ende e pranishme, por ndryshimi ka nisur. Sot më shumë njerëz guxojnë të flasin, të kërkojnë ndihmë dhe të pranojnë se të kërkosh mbështetje nuk është dobësi, por është forcë. Çdo njeri që vjen e kërkon ndihmë, thot ajo, ka bërë hapin më të vështirë dhe më të rëndësishëm drejt shërimit.
Fatmirësisht është larguar stigma. Njerëzit sidomos 10 vitet e fundit. Po, sigurisht. Njerëzit flasin më hapur për problematikat. Po, për çrregullimet e shëndetit mendor apo për shqetësimet që ata kanë, nuk është që i mbajnë të mbyllura apo nuk e flasin me shoqërinë që po vizitojnë psikologun. Andaj dhe ky libër është i shkruajtur apo është një vepër, mund të them është një vepër e madhe e cila do të ndikojë në të gjitha familjet, të cilët mund ta kenë në bibliotekën e tyre, të njoftohen sa më shumë rreth shëndetit mendor dhe ta kuptojnë që çdo njeri ka nevojë të dëgjohet nga dikush. Ka nevojë të ketë një dëgjim aktiv, se siç e thash më përpara, të dëgjuarit aktiv është dashuria më e madhe që mund t'i falim një njeriu, kushdo qoftë ai. Padyshim. A ka ndonjë pjesë në këtë libër që vërtet ju ka shqetësuar dhe çdo herë e merrni shumë nga zemrës, edhe pse çdo rast është i veçantë për juve, besoj, po që ndonjëri nga rastet që shumë shpesh e mendoni edhe ju dhe ju që ju ka prekur emocionalisht? Po, këto raste të cilat i kam vendosur në këtë libër, në këtë vepër, janë të gjitha rastet që kanë ngelur në mendjen dhe zemrën time, prandaj dhe i kam vendosur aty. Kështu që sa herë që e marr këtë libër në dorë, e rilexoj, apo kur e pata rastin e promovimit që i takova, besoj se u ndjeva jashtëzakonisht mirë. Çfarë mesazhi dëshironi të përcjellni te njerëzit nga ky libër, te njerëzit sidomos që hezitojnë të shkojnë edhe për problemin më të vogël, qofshin edhe për atë problemin më madhor që kanë në jetën e tyre apo shqetësime? Sa i përket librit, sugjeroj çdo familje ta ketë në bibliotekën e tyre për arsyen kryesore që të njihet nga afër me çrregullimet e shëndetit mendor. Siç e thash më përpara, çdo njeri mund të mos ndihet mirë apo të mos ndihet i vlefshëm apo të ketë pagjumësi apo vështirësi të tilla. Dhe në këtë libër janë të sqaruara bukur disa teknika, mënyra dhe forma të cilat ata mund ta përdorin dhe të i kalojnë ndoshta, jo tërësisht, po thjesht të marrin një lloj energjie brenda saj. Sa i përket anës tjetër, çdo njeri duhet të jap vetes një hapësirë të bëj frymëmarrje të thellë, të qëndroj për një kohë vetëm, të lexoj, të ndryshoj stilin e jetesës nga ajo të cilën është duke e bërë aktualisht, thjesht të bëj disa ndryshime të vogla që të shes suksese të mëdha. Prandaj është e nevojshme që ne t'i kushtojmë vetes tonë një kohë të vlefshme, të rëndësishme, jo çdo gjë në jetë ka rëndësi më shumë se shëndeti mendor dhe fizik gjithashtu. Ju shumë mirë na dha këto këshilla, po sa ne i marrim të vlefshme këto këshilla, sa ne si popull dhe si shoqëri punojmë me veten dhe e dëgjojmë veten. Prandaj puna ime nuk është vetëm një profesion, por është një mision që është brenda meje. Dhe ky libër është një ndihmes për të gjithë ata dhe ka menduar për njerëzit që dua t'i ndihmoj edhe kur unë nuk jetoj. Sepse mbas meje ky libër do të mbetet. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që ne të ndajmë kohë për veten tonë. Më e vlefshme se jeta apo shëndeti jonë nuk ka asgjë në këtë botë. Prandaj kohë dhe hapësirë për veten, ta dëgjojmë mendjen, zemrën dhe trupin se çfarë na thotë. Zonja Shqipe, më thuaj se sa ju përmbush kjo punë kaq aktive që tani e shumë vite e bëne me pacientët tuaj dhe sa të shtohet motivi vazhdimisht pastaj për të kaluar këto çrregullime mendore që i keni vazhdimisht dhe çdo ditë, çdo natë me pacientët, sepse unë e di që keni ordinancën tuaj që funksionon me orar të jo të plot, po më shumë se të plot. Punën që bëj është punë cilën e kam zgjedhur, e bëj me shumë pasion. Jam, si e thash edhe më herët, që dashuria për punën, dashuria për profesionin, për kushtimi për punën, dhimbja për njeriun, optimizmi dhe shpresa të gjitha ato i ndjen pacienti i cili është i ulur përballë. Dhe një pacient mund të na referoj kushdo dhe të vijë për autoritetin i cili na ka referuar. Mirë po, ne profesionistët jemi ata që e mbajmë të vijë përsëri dhe
e qesim në dritë, si thot populli. Kështu që ky lloj pasioni që unë kam për punën dhe për profesionin, kjo ndjehet dhe ja është një rezultat i jashtëzakonshëm. Jam shumë e kënaqur edhe e lumtur. Është e vështirë dhe sfiduese pastaj ti mbani brenda vetes të gjitha këto histori që i përjetoni me shumë pacient? Dua t'i falenderoj të gjithë njerëzit në gjithë Shqiptarinë, jo vetëm në Kosovë dhe ata në diasporë, të cilët marrin seanca online. Për mua është i rëndësishëm çdo njeri që është përballë meje, qoftë fizik apo online. Dua t'i falenderoj nga zemra për besimin e tyre ndër vite, që ndan dhimbjet e tyre, historitë, shqetësimet dhe ja sot jemi këtu me një, si me thonë, me një rezultat të mirë, me këtë libër, me këtë vepër të madhe, të cilën e kam punuar me shumë mund dhe dashuri, dhe kjo nuk erdhi rastësisht e unë, erdhi me një mund, punë, sakrificë dhe shumë përgjegjësi madje. Cila do t'ishte këshilla më e mirë që dëshironi t'ja përçoni të gjithë shikuesve të emisionit Ritmi i Ditës, meqense është hera e parë që të kemi në televizionin shtetëror? Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësia ime të jem këtu dhe këshilla ime që do ta ndaja me gjithë shikuesit që po na ndjekin është që ndëgjoni mendjen dhe zemrën tuaj. Ajo na drejton drejt çdo gjëje. Prandaj kujdesi për shëndetin mendor është i rëndësishëm sa dhe ai fizik. Në një botë që shpesh kërkon perfekcion, librat si ky kujtojnë se njerëzimi qëndron te brishtësia, jo te përsosmëria. Puna e psikologës Shqipe Vitia është një dëshmi se fjala mund të shërojë, se dëgjimi ka fuqi dhe se ndihma ekziston për çdo që ka guxim ta kërkojë. Ky libër nuk është vetëm një botim profesional, është një rrëfim njerëzor për forcën, dhimbjen dhe shpresën, një udhtim në thellësitë të mendjes dhe zemrës, që na kujton se të njohësh mendjen do të thotë të fillosh ta shërosh shpirtin.